Hoxha marr, disa kanë shumë para, por nuk mjafton. Pse? Po edhe kjo ka të bëjë me bereqetin. Padyshim. Se tema jonë është rreth bereqetit, ai i cili ka pak, i ka të bereqetshme, në mënyrën se si i ka fituar, nga se sot jetojmë në një kapitalizëm të mërësisht, të egër dhe të vrasht, ku njerëzit nuk shohin mënyrat dhe format se si arrin tek pasuria. E rëndësishme është që ai të arrijë një pasuri të caktuar, nuk e ka dert sa është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala, dhe realisht ai mund të bëjë sasi të mëdha të parave, por megjithatë në zemrën e tij nuk është rahat. Ndjen siklet, ka stres, i krijohet nevoja her pas here që të përdor barna të ndryshëm për të qetësuar mendjen e tij, dhe dikush tjetër me një rrogë mesatare, por që me djers, si themi ne, i lodhur, i raskapitur në formë halal, duke mos i ik namazi gjatë kohës kur ai punon, e di se ka një hak ndaj Allahu xhallahu ala, e di se ka një hak ndaj familjes, prandaj mundohet që ta ushqej familjen e tij me halal, dhe kjo është ajo që e bën dallimin. Thjesht halali dhe harami. Dikush i cili nuk e synon rrugën e halalit mund të arrijë shumë më të mëdha, po jo të bereqetshme Allah. Dikush i cili mundohet dhe lodhet dhe raskapitet në mënyrë halal, Allahu xhallahu ala ka për të vendosur bereqet në rrugën e tij. I shef antarët e familjes janë të lumtur, del në shtëpi, hyn në shtëpi, njerëzit e familjes buzëqeshin, ka rahatllëk në shtëpinë e tij. Dhe këtë sunullah, nëse ne kthehemi në të kaluarën pak tek gjyshrit tan, tek stërgjyshrit tan, a e di që me një sofër kanë hëngër një numër i madh i familjeve. Jo sikurse është sot, është shndruar familja në familje moderne me 2-3 antar të familjes, dhe gjitha begatit, mirësit, apo gjitha llojet e nutellës i kanë ndoshta në sofër. Po prap fëmia çohet nga tavolina me fytyrë të zvranosur, domethënë i mërzitur, i gajlosur, ashtu edhe prindi, ashtu edhe nëna, edhe ai tjetri, edhe ky tjetri. Pse? Mungesa e bereqetit. Largimi nga rruga Allahu xhallahu ala. Imani i dobët nuk e di qëllimin, sepse Allahu xhallahu ala e ka sjellë në jetën e kësaj dhunjaje. Dhe nga ana tjetër, në përfshatra unë vetë kam rastis ta shoh me sytë e mi, teksa në shtëpi gatuhej për antar, numër të madh të familjarëve, vinin hallat e babës, e vinin tezet, e vinin dajallarët, e gjithë këto kishin mundësi të hanë me një sofër, dhe të qoheshin të kënaqur me atë begati të Allahu xhallahu ala, ndërkaq sot me krejt mirat, jo që nuk janë të kënaqur, po sot fatkeqësisht hezitojnë që njerëzit t'i thrasin antarët e familjes, ndoshta sigurisht ka qenë dikur të kaluar. Çfarë thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, se kjo domethënë më kujtoi një hadith të madhështor. Thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, kushdo që Allahu t'ia shtoj rrezikun, a ka njëri që nuk dëshiron që Allahu t'ia shtoj rrezikun? S'ka. Dhe kushdo që Allahu t'i jep jetë gjatësi, t'ia mundsoj që të bëj jetë të gjatë, të mbushur me vepra të mira, që kur dale para Allahu xhallahu ala të ketë punë me të cilët Allahu subhanahu wa taala do ta trajtojë me mëshirën e tij për ta futur në xhenetin e tij. Thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, kush dëshiron që Allahu t'i shtoj rrezikun, t'i shtoj bereqetin, bukfalisht kështu ka ardhur në hadithin e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, dhe t'i jep jetë gjatësi, çfarë të bëj? Le t'i mbaj lidhjet farefisnore. Pak më konkretisht. Le të mundohet që të vizitojnë njëri tjetrin. Kush është farefisi? Sot kush është farefisi? Gminxha, mingjallarët, dajallarët, tezet. Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam kur flet për tezën thotë është në vendin e nënës. Ndërkaq sot kjo koha moderne në çfarë liste i kanë nxjerr këto që i përmendet, dajallarët, mingjallarët, tezet për shembull. Unë nuk them se nuk është, se ne elhamdulillah edhe në aspekt traditës flas si shqiptar, edhe pse feja është ajo cila inkurajon më shumtin këtë gjë. Duhet ta dimë ne, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam thot nuk do ta ndjej aromën e xhenetit ai i cili i ka shkëput lidhjet farefisnore. Gjëja
e parë me cilën e ngushëlloi Hatixha radhiyallahu anha pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam pasi kishte marr urdhrin Iqra, cilat ishin fjalët e para. Tha mos u shqetëso. Vallahi tha Allahu nuk ka për të humbur ty. Dhe gjëja e parë që ja përmend pse Allahu nuk ka për të humbur, thot sepse ti je njeri që i mban lidhjet farefisnore. Të kthehemi te hadithit një. Kushdo me ushtu rrezku, parja, kushdo që Allahu edhe jeta me ushtu. Po, edhe jeta me ushtu, që realisht njerëzit duan që të jetojnë më gjatë. Po, më gjatë, ne të mbajnë lidhjet farefisnore. Me xhallar, me xhallar, me dajallar. Me shku me ardh. Po, dikush për shembull, dikujt mos shkojmë tek dajallarët, tek xhallarët. Fatkeqësisht ne gjejmë njerëz që kanë shkëput raportet me motra, me vëllezër. Është martuar motra, heziton, pret që të vi festa e Bajramit dhe të shkojë t'ia bëjë një vizitë. Kjo nuk konsiderohet lidhje e mbajtjeve farefisnore. Dhe pret që të kesh bereqet, pret që të kesh rizq në familje. Hadith madhështor ta praktikojmë inshallah.